Ka më shumë frikë nga ndërhyrjet. Nga ndërhyrjet frikë ka gjenia mashkullore. Definitivisht është e pa kontestueshme. Simër, burat. Nuk e di, burat e kanë dhe të thëtë sigurisht nuk e marrin, nuk e di. Nuk e di, nuk kam në spjegim, mirë po nuk ka të riman mes burave. Bën habit jo kur ishe? Jashtëzakonisht shumë. Se kur hynë brenda, hynë me një farë vetbesimi dhe me një farë burnie, mandit kur dalin si ma të lënduar. Si lëndum, po. Si në vaj. E po mirë të aprovojnë se kjo shpreja bukuria dhëmbë, derivon veç na e kemi kuptu. Po, e kanë provu tash edhe procesin e depilimit, epilimit, krejt të procesit e dhimshme, kështu që jemi pak si të barabartë në këtë aspekt. Ndërsa, kur flasim për sekretet, ti biles në rrjetet tua sociale dhe për gjithë ndjekësit e tu dhe klientët e tu, ke zbulu këtë sekretin e bukurisë koreane që thuhet se përdoret edhe nga disa gratë që kanë influencë shumë të madhe në botë, emra si Kim Kardashian, dhe çdo kush do donte ti dinte sekretet e saja, sidomos të lëkurës që kohëve të fundit edhe viteve të fundit është yll me u pa. Çka fshihet pra pasaj si pas teje, që mendon? Shiqo, vendi ju është pak ma mbrapa me shumë gjana, edhe me ndërhyrje estetike, që mendoj që ka të bëj me traditat tona, apo mënyrën e jetesës se si është kalu në treva tona në përgjithësi. Korea, si dhe Amerika Latine janë shumë më përpara me ndërhyrje estetike, me të gjitha, si me ndërhyrje, si me operacione plastike, si dhe me hulumtimet në nivelin qelizor, të cilën e ka bërë Korea, me vitet të tana, që është shumë përpara nesh, do të thotë edhe krejt kjo ka të bëj me rigenerimin në nivel qelizor të strukturës së lëkurës dhe parandalimin e procesit të plakjes. Do të krejt njerëzimi në një pjesë si përka shëndeti, si përka mirëqenja e organizmit të përgjithësi, si nga mirëmbajtja e lëkurës, do të jemi të shkon në rrugtimin e parandalimit të procesit të plakjes si dhe prolongimin të jetëgjatësisë, po pse jo dhe pamjes më të re. Kush mendon, Artizana, që është armiku më i madh i lëkurës? Armiku më i madh i lëkurës është neglizhenca ndaj lëkurës, është ekspozimi në rrezet të diellit, të gjithë ne kemi dëshirë të dukemi pak më me ngjyrë gjatë, sidomos gjatë stinës së verës dhe pranverës së vonshme dhe vjeshtës së hershme. Ekspozimi në diell i pa kontrolluar të thotë plak lëkurën, pagjumësia plak lëkurën, ushqimi jo i rregullt plak lëkurën,